Shumë qytetarë kohët e fundit më pyesin në vazhdimsi si është e mundur që krahas gjithë kësaj krize ekonomike në Maqedoninë e Veriut, krahas gjithë kësaj varfërie, gjendje të rëndë me cilën nuk mund të përmbushet muaj me muaj, gjendje së rëndë politike edhe shkaku i blokadës nga Bashkimi Evropian, gjendje së rëndë globale që pritet të trokaset edhe në nderën tonë, krahas gjitha këtyre parametrave, qeveria, ministrat e qeverisë së Maqedonisë së Veriut vazhdimisht çdo ditë temë kryesore e kanë ndasit etnike dhe sulmet të orkestruara ndaj të drejtës kushtetuese të shqiptarëve dhe konkretisht gjuhës shqipe. Unë do mundohem që këtyre qytetarëve të përgjigjem me një anekdotë që besoj do e kuptojmë gjithë mesazhin. Një gjykatës kishte dalë në penzion dhe vendin e tij e kishte zënë i biri i tij gjykatës po ashtu. Pas një kohë i biri vije tek babai dhe i thot: "O bab, kam arrit që ta zgjedhë një çështje që ti nuk e arritur ta zgjedhësh për 36 vite. 36 vite s'ke pas fuqi ta zgjedhësh një problem, konkretisht të çështjen me numër 9026, në të cilën ti nuk e mund të vendosish mbi pronësinë një druri, një pemë që është gjendur mes dy fqinjve. Gjithmonë i ke dhënë përparësinë herë njërit, pa vitin tjetër, tjetrit, pa vitin tjetër, tjetrit, e thot unë e zgjidha. Babai e pyet si e zgjidhe, i bir thot e zgjidha, ju thash prej në këtë dru, thot se në këtë moment prej sot s'keni arsye pse të keni probleme, pagesa në për gjykatës dhe kështu me radhë. Thot babai kthehet dhe i thot o bir, e ke prej drunin me të cilën të kam ushqyer, të kam rritur, të kam shkolluar, bili e bo gjykatës. Kjo anekdot mesazhin e ka për realitetin ton politik, ton Maqedoninë e Veriut. Kjo qeveri, si gjitha qeveri 36 vite në të kaluarën, përveç qeverisë 2016-2024, gjitha qeveri tjera dhe LSDM dhe VMRO e kanë ushqyer elektoratin e tyre me pemën e quajtur përçarje ndëretnike dhe shkelje të drejtave të shqiptarëve dhe gjuhës shqipe. Pse e kanë bërë këtë? Për shkak se elektoratit më shumë i ka interesuar në thojza fitoria e qeverisë ndaj të drejtave shqiptare, se sa gjendja e rëndë ekonomike apo varfëria e tyre. Thjesht kanë kalkuluar qeverit me përfitime elektorale në sondazhe dhe në krahasime tjera. Dhe kjo është e dhëmshme. Në këtë frym nuk shoh rrugdalje që nesër do të mund të vijë një gjenerate cila do të mund të aprese këtë pemën e përçarjes ndëretnike dhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut të jetojnë në mirëqenie dhe harmoni të dobishme. Nuk lejohet, nuk është në rregull që në gjithë këtë krizë të madhe ekonomike, sociale, në gjithë këtë krizë të rëndë që qytetarët mezi e mbulojnë gjysmën e muajit dhe jo muajin, ne të merremi çdo ditë me tema etnike. Kjo ndodh për faktin se ne nuk e kemi përgatitur veten ashtu siç duhet. E para është kryeministër gjithmonë, pyetja duhet vetëm për ju. E para është fakti i përfaqësimit drejt dhe etnik që kryeministri e promovon se vazhdimisht do të jetësohet, do të jetë garancë, do të rregullohet, por ne jemi dëshmitar që çdo ditë nëpër media bëhet pikërisht kjo shkelje. Në fillim të mandatit tuaj, nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, i larguat në emër të profesionalizmit gjithë drejtorët ekonomik në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe jo vetëm që nuk ishte në emër të profesionalizmit, por ishte kryekput në emër të shkeljeve të drejtës së përfaqësimit udhëheqës të shqiptarëve. U ndi dhimbja në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 2 vite nuk është ndalë kjo dhimbje. 2 vite vuajnë edhe pacientët, edhe personeli, gjithë tjertë mungesën e përfaqësimit dinjitos të udhëheqësve shqiptar në Ministrinë e Shëndetësisë. Sot, ditëve me kaluara, jemi dëshmitar që edhe Ministria e Punëve të Brendshme e bën të njëjtën gjë. Në emër të profesionalizmit do të largojë, do të shkurtojë një të tretët e udhëheqësve në ministri, gjithmonë në emër të asaj që të jenë më efikas, por do e psojnë udhëheqësit shqiptar tonë. Do e përfaqësimi drejt dhe adekuat. Kjo është e dhëmshme. Kjo është realiteti që vazhdimisht vazhdon të bëhet pjesë temë një çështje e tillë, edhe pse s'kemi nevojë fare të merremi me çështje etnike. Duhet mbyllen këto çështje, por nuk duan mbyllen sepse elektorati ka nevojë për fitore ndaj shqiptarëve. Kjo është e dhëmshme.
sinqerisht është e dhimbshme dhe është e rëndë për ta përjetuar ne bashkërisht gjithë këto. Kryeministër, jo vetëm këto ministri, po e keni ministrinë e drejtësisë, po ministrinë e ministrit pro-rus dhe i cili na largon nga Bashkimi Evropian, po e keni edhe ministri tjera të cilët nuk kanë mundësi të merren me problemet konkrete që ju kërkoni, ata merren dhe tangojnë temën ndërretnike. Kjo është e papranueshme për një shtet të qytetëruar, prandaj nëse me përfaqësimin e drejtë etnik mendoni që apo mendon qeveria që në këtë mënyrë nuk ka profesionalizëm tek shqiptarët, atëherë është gabim. Shqiptarët e kanë dëshmuar që barabart edhe me maqedonasit kanë ditë të qeverisin edhe me institucionet të ministrive, po kryetar kuvendi, po kryetar qeverie, çdo institucion mënyrë profesionale siç kanë qenë të suksesshëm maqedonasit, kanë qenë edhe shqiptarët. Pse ka nevojë të thrasim në emër të profesionalizmit për t'ia marrë të drejtat shqiptarëve? Shqiptarët nga Maqedonia e Veriut e kanë dëshmuar bile edhe më tepër se shqiptarët në rajon dhe gjithë popujt në Ballkan se ne kemi mund të japim 2 nobelist me çka kemi lënë gjurmat e tona në rregullimin e botror. Kjo është peshë e madhe dhe pozitive për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. E dyta, kryeministër, përsëri është një pyetje, po çështja e dytë në kuadrët e pyetjes është që mediat proqeveritare, bashkë me zyrtarët qeveritar, me ministrat e juaj, vazhdimisht në ditë e fundit e kanë hapur një pyetje dhe thonë që a kanë nevojë, paramendoje, në këtë krizë ekonomike ne bëjmë virale temat këtilla, a kanë nevojë ministrat, qeveria të kenë përkthyes shqiptar dhe a duhet gjuha maqedonase të jetë e detyrueshme për gjithë qytetarët? Dhe ato po, thonë gjuha maqedone duhet jetë e detyrueshme për gjithë qytetarët, nuk ka nevojë për përkthyes, gjithmonë merren me kësi pyetje që të bëhen viral me këto pyetje ndërsa esenca të mungoje. Esenca është zgjedhje problemeve të dhimbshme për qytetarët. E unë sot demantoj edhe këtë. Edhe këtë çështje, këtë fjali, këtë term do ta demantoj. Bile, edhe kryeministri ka qortuar ministrët drejtorët e tij që nëse nuk flasin maqedonisht do t'i shkarkoje, po edhe këtë do ta demantoj. Unë si deputet në këtë kuvend, bashkë me gjithë deputetët shqiptar, bashkë me ministrat shqiptar, bashkë me kryetarin e kuvendit shqiptar, flasim shqip dhe juve ju përkthehet në gjuhën maqedones ata çka ne e flasim. Këtë e din gjithë qytetarët. Kjo është e njohur. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut përndryshe është shteti në të vogël që vendoset rregullimi shtetëror i gjithë shtetit dhe ka peshën në demokracinë parlamentare jetike për këtë shtet. Këtë gjithë qytetarët e din që atë që flasim në Shqip ju ua përkthejmë maqedonisht. Atë që nuk e din, shumica e qytetarëve maqedonas që çdo ditë rrinë me komente duke ofenduar bashkë qytetarët e tyre shqiptar, ata nuk e din që kur kryeministri, ministrat maqedonas, deputetët maqedonas flasin në gjuhën maqedonase, neve na përkthehet në gjuhën shqipe. Pyetja është, nëse të njohja e gjuhës maqedone është e detyrueshme, pse atëherë ka nevojë deputetëve që përkthehet në gjuhën maqedone, në gjuhën shqipe për fjalimin maqedonisht? Kush logjika? Atëherë bie që deputet nuk e kanë obligim ta njohin gjuhën maqedonase, por mjaftojnë me njohjen e një gjuhës që është zyrtare në kushtetutë. Ajo është gjuha shqipe. Prandaj, gjithë qytetarët duhet ta dinë këtë realitet që në kuvend dy gjuhë janë konform kushtetutës gjuhë zyrtare. Ajo është gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Dhe konform kësaj flasin gjithë deputetët. Prandaj, kryeministër, unë ju lut që të bëheni ju shkaktar, të bëhemi ne shkaktar, ta presim pemën, drurin e cila na shkakton përçarje ndëretnike në Maqedoninë e Veriut dhe bashkarisht të funksionojmë si një trup, si një shtet i cili ka nevojë për zhvillim ekonomik, zhvillim të barabartë social, për mirëqenie sociale, për një jetë të lumtur për gjithë qytetarët, se këtu kemi bosh gjeneratave që vinë sepse ata janë ata të cilët do t'i marrin frytet e kësaj iniciative apo nisme që ne do e bëjmë bashkarisht. Faleminderit.